Burra duhet t'i hanë patjetër këto fruta për të pasur fuqi në shtrat. Përpara se të fillojmë me videon, na bëni subscribe. Shumë meshkuj nuk e kuptojnë se rënja e energjisë dhe performancës në shtrat fillon shpesh në vendin më të papritur. Në pjatën e tyre, trupi mashkullor ka nevojë për ushqime të caktuara që ndihmojnë qarkullimin e gjakut, rrisin testosteronin dhe mbajnë energjinë në nivele të larta. Lajmi i mirë është se disa nga këto ushqime mund të gjenden lehtësisht dhe mund të bëjnë një ndryshim të madh dhe vitalitetin mashkullor. Arrat konsiderohen një nga ushqimet më të fuqishme për energji mashkullore. Kur gjaku qarkullon më mirë në trup, rritet edhe performanca fizike dhe qëndrueshmëria. Konsumimi i disa arrave çdo ditë mund të ndihmojë në ruajtjen e energjisë dhe të forcës. Vezët janë një burim i jashtëzakonshëm proteinas dhe vitaminas që ndihmojnë prodhimin e hormoneve. Ato ndihmojnë trupin të luftojë lodhje dhe stresin. Dy nga armiqt kryesor të performancës mashkullore. Çokolata e zezë është më shumë se sa një ëmbëlsirë. Ajo përmban antioksidantë që ndihmojnë qarkullimin e gjakut dhe përmirësojnë humorin. Kur trupi ndihet mirë dhe i relaksuar, rritet edhe dëshira dhe vetbesimi. Bananet janë një burim natyral energjie dhe përmbajnë kalium që ndihmon në shëndetin e zemrës. Zemra dhe qarkullimi i mirë i gjakut janë thelbësore për performancën mashkullore. Hudhra është një ushqim i thjeshtë, por jashtëzakonisht i fuqishëm. Ajo ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe ul tensionit. Qarkullimi i mirë është një nga faktorët më të rëndësishëm për funksionimin normal të trupit dhe energjinë mashkullore. Peshku, sidomos salmoni dhe toni, është i pasur me omega-3 dhe vitamin D. Këto lëndë ushqyese ndihmojnë në rritjen e testosteronit dhe shëndetin e zemrës. Testosteroni luan rol kyç në dëshirë, energji dhe forcë fizike. Shalqiri shpesh quhet edhe nga disa një stimulues natyral i energjisë mashkullore. Ai përmban substanca që ndihmojnë relaksimin e enëve të gjakut dhe përmirësimin e qarkullimit. Spinaqi është një burim i pasur me magnez, mineral që ndihmon në rritjen e niveleve të testosteronit. Ai gjithashtu ndihmon qarkullimin e gjakut dhe energjinë fizike. Konsumimi i rregullt i perimeve jeshile mund të ndihmojë trupin të qëndrojë fort dhe energjik. Mjalti natyral është përdorur prej kohës si burim energjie dhe vitaliteti. Ai përmban minerale që ndihmojnë rregullimin e hormoneve dhe mbështesin energji fizike. Farat e kungullit janë të pasura me zink, një mineral shumë i rëndësishëm për shëndetin mashkullor. Zingu ndihmon prodhimin e testosteronit dhe mbështet funksionin riprodhues. Është e rëndësishme të kuptohet se këto ushqime japin rezultatet më të mira kur kombinohen me një stil jetese të shëndetshëm. Aktiviteti fizik, gjumi i mirë dhe shmangja e zakoneve të dëmshme janë pas të rëndësishme. Trupi mashkullor funksionon më mirë kur ushqehet siç duhet dhe kujdeset për vete. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos u mbrasur një nga videot tona të fundit. Faleminderit.